Shumë shpejt do të mbarojmë. Na kanë vetur vetëm pak ditë deri për Pashk. Zonja, deri nesër duhet të mbarojmë vezët. Pra përshëndroni të gjithë, t'i japim dorën e fundit. Mezi po pres dora e fundit. Mezi po pres Pashkën. Këtu të zjedhim, mezi po pres. Mbaj qetësi. Zonja Hermion tash më filloi. Veza e artë tani do të zjedh lepujt mjeshtër. Kur unë të rritem, edhe gjetja ime do të jetë në vezën e artë po ashtu. Të lutem. Kjo është gjetja jote, Luiza. Ora! Sa bukur! Andi? E dia! Dhe Emi. Edhe Maxi po ashtu? Ky lepur i qytetit? Zoti lepur i egoist. Veza e artë e ka zgjedhur. Hey, Ron! Sa po more letrën nga shkolla e lepujve? Konkurimi për lepujt mjeshtër. Vetëm më të mirët fitojnë një mundësi. Për çfarë është ajo? Lepujt mjeshtër janë të papar. Ata mbrojnë lepujt e pashkëve. Është kaq e hatashme. Ata sigurojnë që çdo fëmijë të marrë të gjitha vezët e tyre të pashkëve. Bukur. A mund të marr dhe unë një? Sigurisht që do. Shihemi më vonë. Uop. Pam. Emri është lepur, lepur i mjeshtër. Mjeshtër i pashkëve. Maxi, lepur i mjeshtër i pashkëve. Hey, dështat, nuk mund të ecësh këtu. Nuk I ke syt në ballë? Ne jemi gati të futemi live me një marifet lepuri shokues. A nuk është ai Leo? Udhëheqësi I lepujve të valës së goditjes? Aha. Tani jemi një bank virtuale. Ky është transmetimi I parë drejt për drejt për ndjekësit tanë. Dhe koha e shfaqjes. Hey, miq lepurush. Mirë se vini në shfaqjen të ndicet të lepurit të valës së goditjes. Mos harroni, nëse ju pëlqen ajo që shihni, na lini një like. Mos, jo. Çfarë ka tani? Na vjen keq, miq lepurush, një defekt I vogël digital adoleshentësh. Çmenduria vazhdon së shpejti. Më falni, po ikë më mirë. Hey. Ti e prish goditjen time dhe mendon se mund të ikësh kaq lehtë në asnjë mënyrë, Duhet ose të shkoj, duhet të iki të vendos stelat e dhëmbëve. do të duen dhëmë të tjera për pak. Më lër që të iki. Mos I ke mbuluar gjë shumë veshët? Ajo tha se duhet të largohet. Dhe ky është problemi jot sepse Më vjen keq, por kushdo që zgjedh lepujt e vegjël nuk është një lepur I valës së goditjes. Më shumë është një humbës tronditës. Vetëm mos të kapsha. Kjo quhet zhdukja. Është një trup I vjetër I lepurit të pashkëve. Ti je një lepur I pashkëve? Pra ke qenë në shkollën e lepujve? Së shpejti do të bëjmë një lepur mjeshtër. Shih ëndra me sy hapur ti more lepur. Mos keni frikë. Kur më parë nuk kanë lënë një lepur të qytetit të jetë një lepur mjeshtër. Atëherë, mendoj se do të jemi pari. Mos të iku mendja. Zbrit nga bicikleta ime. Vetëm po e marr. Hapu nga rruga! Hey, ma kthe bicikletën time tani. Do ta marrësh përsëri të dielën e pashkëve. Shoku, kjo është ajo që unë e quaj një marifet. Mos, ne kemi qenë në linja gjithkohës. Fshije tani. Si, ishte një transmetim I drejt për drejt. Shok, unë po e ndaloj. Hey Sandy, a mund ta rregulloni atë dronin deri nesër? Sigurisht, duhet funksionoj. Hey, miq lepurush, përmirësoni jetën tuaj duke u abonuar në kanalin ton. Pjesa e dytë do të shfaqet të dielën e pashkëve. Hakmarrja e lepurit të valës së goditjes.
të kërcesh ndërsa ishe në qytet? Emi! Oh, Max! Çfarë është kjo? Kjo është super bicikleta e lepurit. Super bicikleta? Ajo rreth ke vjetër e kalbur? Vëvasi nuk mund të më kapësh. Atje dhe atje dhe atje dhe atje. Kurthe e kuda. Do të funksionojnë në mënyrë perfekte. Së shpejti, pashka do t'jetë e jona. Por si funksionon? Tiqi putra. Kini mendjen. Imagjinoni sikur jam një lepur i pashkëve. Po e marr unë atë, tani është e imja. Mirë, mami. Pra ju jeni duke kërcyer për rreth me vezët në shtëpi. Pastaj, shihni këtë vezën këtu. Çfarë do të bëni me të? Jo, do ta merrni atë. Sepse mendoni se shoku juaj i pashkëve e ka humbur. Pastaj, mami, mos! Po, dhe voilà, tani I kemi vezët e pashkëve dhe mund të shkojmë t'i fshehim vetë. Më vjen era lepu I pashke. Gjel pashkësh. Gjel pashkësh? Shko mere! Po! Duhet të rishikoj tensionin e litarëve. Ma nxirr që këtu! Kjo gjoja po gumëzhin si një grerës e vjetër dhe është pa që nga dalë sa një lepur qyteti. Ashtu mendon? Emi, vem pra! E ja hip kopë! Hani plurin tim, humbsa! Kthehuni! Hej, prit! Ktheu! Prit pak! Për çfarë bëhet fjalë? Nga dal! Oh, karota ime ëmbël. Mbau fort, Emi! Mbaj veshët poshtë! Ne duhet I bëjmë sanduiç ato. Dhe ke rënë si me porosi nga qielli. Sa po ke ardhur dhe ke filluar që tani ti ngacmosh dhelprat. Si guxon ta vësh Emi në rrezik me atë gjën? Por unë thjesht doja që të bëj një hyrje të madhe, po e kuptuam. Jo, erdhëm këtu sa më shpejt që mundëm që t'ju ndihmoj me gjithçka. Duke të requr armik tan deri te porta. Nëse dëshiron të bëhesh një lepur mjeshtër, ti duhet të marrësh përgjegjësi dhe jo vetëm për veten tënde. Ta siguroj, unë jam një lepur nderi. A I u largua? Ata mare mira, ata na e hodhëne. Si do të bëhemi ndonjëherë dhelpra të pashkëve? Nëse I lini ata lepujt e qytetit të kërcejnë viu? Kjo është e ardhmja. Ne do të fshehim vezët dhe pastaj ne do të na duan. Sepse ne jemi shumë të dashur. Tani erdhi koha. Veza e fundit. Veza e fundit. Ja ku po vjen veza. Chickens and rabbits, hey ho, here we go! Let them roll, guys! Let's do it right! Together we will play the eggs! Hey, the eggs! The color is ready! The brushes are all set! Welcome to the highest art of coloring the eggs! Woo! Let's color the world, ablaze with color! Spread our joy to one another! Let's make it shine just like a rainbow! Together we will let the world know. Let's color the world, ablaze with color. Happy
Si të bëhem një lepur mjeshtër, zonja Hermione? A ka ndonjë sfidë të veçantë apo diçka tjetër? Çdo lepur mjeshtër duhet të gjejë aftësitë e tij të veçanta të lepurit mjeshtër. Andi mund të arrijë ret. Luiza tërhiqet nga gjërat e largta, por ajo gjithmonë kthehet mbrapsht këtu. Ndërsa Emi është e shpejtë dhe shkafët si era. Për të provuar veten se je i denjë si lepur mjeshtër, edhe ti duhet të gjesh aftësinë tënde të veçantë. Kjo është diçka që ja përkushton komunitetit, i cili është po aq i veçantë sa ti. Aftësitë e lepurit mjeshtër, në rregull, duket e realizueshme. Ne jemi stërvitur që nga Pashka e kaluar. Çfarë ke bërë ti gjatë kësaj kohe? Shumë gjëra. Unë jam ushtruar gjithashtu, ë. Nuk ka asgjë që lepujt e qytetit nuk mund ta bëjnë këtu. Zot. Mua. Pra, ky është mali. Po, ky është mali Pul. Ne do të vjedhim të gjitha vezët nga atje lart dhe të dielën e pashkëve ne do të thyejmë ato mu përballë hundëve që dridhen të atyre lepurushave të vegjël të pashkëve. Mund të ketë një problem të vogël me dronin. Çfarë? Nuk e ke gati dronin? Pra Sandy, nuk I mbaj do të gjitha ato dhe ti zbres në këmbë. Mund të kemi edhe 3 kurthe të tjera deri në Pashkë dhe pastaj do të... Po punon! Hey, ç'kemi djema? Më falni që po e zë gjithë këtë hapësirë në këtë vrimën tuaj të bukur. Çfarë? Unë do të largohem shpejt nëse më nxirrin që këtu. Do të të nxjerrim, mos u shqetëso. Ne nuk I flasim ushqimit. Por lepur I pjekur është kaq jashtë mode, vetëm njerëzit e paditur do ta hanin atë. Të lutem mos u bëni kaq të këqij, ju lutem. Nuk ka gjë. Mami gjithmonë thotë se jam del pra më e zgjuar e shtëpisë. Mos më ha mua, jam I smur. Atshu! Unë kam linë e lepurit. Kjo është arsyeja pse unë jam kaq I dobët. Kjo është e drejtë. Ai nuk do të jetë I mirë I pjekur, por ai do të jetë thjesht I përsosur në supën tonë. Çfarë? Jo, ndalo. Un kam mora. Trajti shtesë. Më pëlqen si të godulisin gjuhën. Po bëni një gabim të madh. Dhel për e pashkëve, por ju dëshironi të jeni dhel për e pashkëve, apo jo? E pa, ç'të duhet ty? Unë mund të të ndihmoj. Unë di si të marr vezët. Por pse duhet besojmë ty? Ti je vetë një lepur. Faleminderit, shumë e dukshme. Unë madje kam ndjekur edhe shkollën e lepurit. Isha studenti më I miri vitit tim në braktisje. Lepujt e pashkëve janë kaq të bezdisshëm. Ata mendojnë se janë më të mirë se të gjithë të tjerët, veçanërisht më të mirë se dhelprat. Nuk ka më mendje madhësi prej lepujve të pashkëve. Kjo pashkë do të jetë pashka juaj. Pashkët më të mira ndonjëherë. Kjo është e drejtë. Dhe fëmijët do të prohorasin për ne. Në ndihmën tuaj, ne mund të ndërtojmë 2 kurthe shtesë. Dhe kështu deri të dielën e pashkëve duhet jetë në gjendje të ketë paktën 14 lepuj. Ja, je shumë mendje vogël dhe prak. Ne do të marrim të gjitha vezët menjëherë nga burimi. Lëre ta shpjegoj tani. Ide mirë, por nuk ka asnjë mënyrë për të ngjitur tek mali Pul. E po gjeni kush di gjithçka për një shteg se ka tek vezët. Në rregull. Banda e re e pashkëve toke këtu. Hey! Banda e pashkëve. La 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 la. La 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 la.
Nuk arrit dot që ta heq. Oh jo, shkrimi I vjetër thot, nëse veza e art bëhet e zez, pashka është nën sul. Ka në rrezik për 10 pra dhe elprat vinë çdo vit me nga një plan të ri. Këtë herë duhet të jetë diçka edhe më keqe. Çfarë? Kushdo që po kërcënon pashkë duhet të kalojë mbi trupin tim një herë. Të na kaloj ne. Pikërisht, duhet na kaloj të gjithë ne. Të gjithë së bashku, të gjithë së bashku. Qetësoni. Ne nuk mund të luftojmë një kërcënim nëse nuk e dim çfarë është në të vërtetë. Deri atëherë, duhet të jemi vigjilent. Do të dekoroni vezët dhe do të jeni të vëmendshëm në gjurmët e vezëve. Dhe ju do të praktikoni aftësitë tuaja të lepurit mjeshtër. Pashka ka nevojë për ju sikur më parë, me zemra të bashkuara dhe mendje të qëndrueshme. Sa lepur mjeshtër që je ti. Po mendon sërish vetëm për veten, kjo është arsyeja që zhdukja do të funksionojë. Shiko, edhe një herë për lepujt e qytetit. Mbylli syt, harroje veten tënde, edhe humb veten në detyrë. Ha? Zhdukja nuk po më funksionon më. Oh jo, zonja Hermione. Kisha frikë se kjo mund të ndodhte. Pa magjinë e vezës së artë, fuqitë tona paksohen. Hej, miq lepurush, përditësimi shpejt, ekipi ju është zgjeruar. Tani banda jone pashkëve është gati të veprojë. Një përshëndetje për ndjekësit tuaj. Përshëndetje. Po çfarë? Shumë lepurush kërcejnë pas meje në internet. Ju jeni shumë të prapambetur. Në rregull, sapo të jeni brenda shpellës, thjesht ngjituni lart. Vezët janë të gjitha në një grumbull të madh në majë. Po, e kuptuam që në fillim. Pasi të jeni atje lart, ju vetëm duhet të largoni pulat. Vendosni vezët në shport dhe ulni ato poshtë për mua dhe nënën tuaj. E kuptuat? Do të ngjyros vezët dhe do të vizatojmë mbi to krimba të vegjël dhe merimanga të lezetshme. Dhe pastaj ata fëmijë do të shqyejnë vezët nga pudrat e mia. Por mami, lepujt e pashkëve japin vezët e tyre fshehurazi. Kjo është pjesë e magjisë. Por unë dua që të gjithë ta dinë se janë nga ne. Pa problem. Fëmijët e sotëm nuk mund të mashtrohen, gjithsesi. Fsheja e vezëve është kaq e kotë. Reut, nëse dikush e di se çfarë pëlqejnë fëmijët, duhet të jetë nga qyteti I madh si Leo. Po. Kjo është rruga për të hyrë. Shkoni. Por a duhet me të vërtet? Cilën pjesë të fjalëve të mia nuk kuptove, Dhelprush? Edhe pa zhdukjen, ne ende kemi fuqinë magjike të komunitetit ton. Një lepur mjeshtër I vetëm është si një degëz. Por nëse kombinoni fuqitë tuaja, atëherë njëri forcon të gjithë dhe të gjithë forcojnë një. Le ta praktikojmë të gjithë tani. Ju keni 1 minutë për të vënë vezën e drurit në shigjetën e motit. Ha? Tingëllon mjaft e lehtë. Aq më mirë. A jeni gati? Sigurisht, le të shkojmë. Kundër orës dhe kundër meje. Në putrat tuaja pozicionohuni. Filloni. Emi, ma jep mua. Wow! E kapa. Shiko këtu Andi. Ati tutje. Hey, këtu lart, Jo, ka shpejt, Max. Wow! Au! Wow! Andi, jam këtu. Të lutemi. Oh, jo. E ka punë Emi! Hey! Wow! Oh, mos. Wow! Max! Tu! Au! Max?
Më falni miq, isha afër, por pa dështim nuk ka shkëlqim, apo jo? Ne mund të kishim fituar, nëse nuk do t'ishe ti dhe ajo bicikleta jote e madhe e shpejt. Po nuk ka problem, Emi. Unë thjesht doja të ndihmoja. Dhe lajmi i mirë është se gjeta aftësinë time mjeshtrore. Unë mund të fluturoj. Po, piloti rrëzimit. Emi, çfarë problemi ke? Unë. Kjo është fjala jote e preferuar. Jemi brenda. Vezët vinë nga atje lart. Hiqni putrat nga vezët tani. Kuptuat? Mos na quajti të veçel? Por nuk do vënë rënë, nëse është vetëm një apo jo. Po. Pa ku kanë shkuar vezat? Se fjala unë është fjala ime preferuar. Unë nuk mendoj kështu. Hey, Emi, Më lër të qetë. Unë po mendoja që unë ti mendoj se ti mendove. Shiko, më vjen shumë keq. Emi, Max! Vezët kanë ngecur tek shpela. Kjo është rruga për të hyrë. Wow. Le të qëndrojmë këtu për një minutë pa. Ku jeni, more? A ju ka lënë mendja? Ju nuk mund t'i merrni ato. Ato janë tonat. Sepse do e vënë re. Lepo e pjata kryesore. Max! Lepur i vogël, lepur i friksuar. Në fërdark do të kemi lepur pas. Jo sa të jem unë këtu. Por unë thjesht doja që të... Ja, unë në time. Ej, çfarë po bëni ju, lepoj? Dhe ne mund ta luajmë këtë lojë. Do të kap unë. Hej! Dhe tani për ty. Del për kanë. Duket se hapën një grop për veten e tyre. Çfarë është? Kjo duhet të jetë e lashtë. Grafiti e epokës së gurit? Përforcuesi i fuqisë është në shkrimet e vjetra. Nëse armikun tënd e afron dhe gjen rrugën për ta mposhtur frikën, nëse me gjithë zemër beson, ti do të fitosh një fuqi që të veçon. Përforcuesi i energjisë, shkëlqyesh. Shpejt, duhet të ikim nga këtu. Nxitoni. Zonja Hermione? A je vrar? Asgjë serioze. Oh jo. Po çfarë fati që kemi? Lepuj të poshtër. Është shumë e vështirë të marrësh një penel prej tyre. Si mund ta prishni planin përsëri? Ky ishte një plan shumë i çuditshëm ku nuk dilnin lepujt. Askush nuk më dëgjon kur. Hey Sandy, delprat janë pyk fare. Kjo do të jetë një fatkeqësi totale. Duhet të nxitosh. Më duhet ai dron.
Mezi pres të shoh fytyrat e tyre të habitura kur t'i thyen vezët të dielën e pashkëve. Do thyesh vezët? Ti gënjeshtar I keq. Hej, ndalo, Mami! ai është I imi. Mami, dëgjoje këtë. Ndalo, Mami! Velprush, pa kthea të mi vogël. Leo në fakt nuk dëshiron të bëhemi dhelpra të bashkëve. Pse duhet ta kaloja gjithë këtë telash? Mami, ai po gënjen. Dëgjoje këtë. Lëshoje tani. Do të gërdishtesh ekranin. Shumë bukur. Pastaj pashkë me shkëlqen. Teprat janë të mrekullueshme. Po flet për ne. Ndonjë pyetje? Por mami, të lutem më beso, ne po flasim për pashkën tani. Pikërisht për këtë dua të vazhdoj me lyerin e këtyre vezëve. Por ai po gënjen. Leo thjesht dëshiron të shkatroj vezët. Thuaj edhe një fjalë të keqe për Leon dhe ke për ta kaluar natën jashtë. Ato thelprat e mallkuara jam vënë pas vezëve të mia. Dhe ne do t'i ndalojmë. Oh, në rregull, por ju do të duhet të mbani të gjitha vezët e mia të dashura të vogla në tatë pjetë. Dhe do të duhet i lëvizni shpejt, kështu që mund të lyeni para pashkëve. Në rregull. Hej, me atë gjën përforcuese të energjisë, mund të mbaroj me 2 tundje të bishtit të lepurit. Eja, Emi, le ta provojmë. Si bëhet kjo edhe një herë? Oh, më kujtohet, nëse me gjithë zemër beson, ti do të fitosh një forcë që të veçon. Përforcuesi I fuqisë është një legjende një kohë shumë më përpara se të krijohej veza e artë. Askush nuk e di nëse ka ekzistuar ndonjëherë vërtet. Por kush do ta gdhente atë vizatim në mur nëse do të ishte thjesht një prallë? Apo vjen? Ja, au! Pa më thuaj, si e gjetë ti mjeshtërinë tënde? Ishte pa pritmas aty gjatë stërvitjes, të gjithë ishim të mirë në diçka ndryshe. Dhe nuk mund të bëhesh një lepur mjeshtër pa një aftësi mjeshtërore? Por ti ke ende disa ditë, nëse pashkët do të vinë. Emi, duhet të shkojmë në pyll. E di që është e rrezikshme pa zhdukjen, por duhet të zbulojmë se çfarë komploti kanë dhelprat. Si agent sekret? Vërtet se ne në vend të unë? Oh, do të thotë kjo që jemi një skuadër? Ata janë me sy mbyllur. Po numërojnë disa dele. Pse? Ata janë duke fjetur. Pse nuk e thua vetëm kështu? Çfarë lloj gjurme është kjo? Çizme motoristi Stylo të sezonit kaluar. Dikush nga qyteti. Jack, thelpra tu futën në një... Jo përsëri. Ne donim të... Qetësohu pak. Pak ajër pylli ti, e di. Ferdinand? Prisni një sekond. Hiqi putrat. Duhet ju them diçka. Hey! Nuk e pse shqetësohesh, mami. Shko të flesh. Ju keni kapur një lepur. Sikur, ai lepuri ka gjërat nën kontroll këtu. Ai dëshiron t'ju vjedh vezët. Me kë po flet ai? Shko shikoje një herë, Bruno. Do ju tregoj gjithçka, por duhet të largohemi që këtu. Me ty? Nuk të besoj as edhe një grim. Prini këtu, edhe vëllezërit e mi do t'ju hanë. Më vjen era mish lepuri. Unë mendoj se do shkojmë me opcionin e parë. Kapeni me njëherë. Atje, ai po ndjeka të dy lepët. Pa ne? Le të shkojmë. Ferdi, e po vim! Unë po shkoj të marr zonjën Hermion.
Ndaloni aty tani. Një del për mjedisit e shkollës, mos t'ka lënë gjemendja Max. Vetëm një sekond, zoti Fic. Ri pra Një lepur dëshiron t'ju ndihmoj të bëheni dhelpra e pashkëve? Po, por Leo po përpiqet na mashtroj. Leo? Lideri i bandës e lepujve të valve të goditjes? Ai me shumë vallë? Njëherë ne patëm një Leo këtu. Ishte studenti më i keq që kemi patur. Nuk ja dolëm kur ta bënim të ndjehej si pjesë e komunitetit ton. Me mendje mallësi, ai la një shok klase në një kurth në pyll. Ne ishim me fat që e gjetëm në kohë. Është pikërisht ai që po thua. Tani ai është duke bërë diçka vërtet të tmerrshme. Ai do të vjedh të gjitha vezët dhe do t'i shkatrojë ato. Çfarë? Mami nuk më beson. Ajo mendon se Leo është një heroj madh që do të realizojë të gjitha ëndrat e saj. Edhe unë do doja të isha një dhelë për pashkësh. Por nëse Leo shkatron vezët, nuk do të ketë fare pashk. As për askënd. Kjo është arsyeja pse ju donit na paralemroni? Ju do të dini se kush dëshiron në të vërtet të shkatroj pashkët, sepse nuk jam unë. Nëse askush në shtëpi nuk të beson, përse nuk rime ne? Ne mund ta ndihmojmë atë me siguri. Por një nga një dhelpër. Dhe pse jo? Ndonjëherë të përqafosh armikun tënd është mënyra më e mirë për të fituar një mik. Ose një kthetër dhelpër në shpinë. Hermion, kjo po del jashtë kontrollit. Në fillim një lepur dhe tani një dhelpër. Po, por ai duket krejtësisht ndryshe nga dhelpërat e tjera. Nëse vërtet dëshiron të na ndihmosh të shpëtojmë pashkën, atëherë të mirpresim. Me të vërtet? Ju më besoni? Po. Betohem, dua vetëm atë që është më e mira për pashkët. Por mbajini putrat larg lepujve. Nëse i prek ata, do të bëhesh një palto me gëzof pa e kuptuar akoma mirë. Nuk do të lëndoj asnjë nga ju. Më besoni, ju premtoj. Kemi ende një shtratë rezervë. Por apo vjen? Por unë Unë jam Emi me qëra fjala. Unë jam Ferdinandi, por ju mund të më quani Ferdi. E njeh Leon nga qyteti? Unë njëherë i mora bicikletën huap, pa dashur, por kështu që ja carova pak dhe besoj që ke parasysh ti e di vetë. Pra e more pa e pyetur. Dhe tani ai dëshiron t'i kthejë të gjithë lepujve të pashkëve dhe të shkatroj pashkët. Dhe tani mendon se i gjithi është faji yt? Unë mendoj se gjithçka filloi shumë më parë këtu në shkollën e lepujve, por kjo nuk ka rëndësi. Tani ka rëndësi që të ndalojmë Leon. Po. Një del për këtu? Kjo është një çmenduri. Dhe pas se ishte ideja jote. Jo. Ishte imja. Mos u shqetësoni, ai nuk do të bëj asgjë. Të paktën kështu ka premtuar tek ne. A duhet të bëjmë roje natën? Në rregull, ju lepuj të frikësuar. Riun, ju djema do të bini të gjumë gjithsesi. Qyteti nuk flak kurrë, nda unë jam mësuar me këtë. Shikoni, gjithçka shkoi mirë. Jam i uritur. Ja ku i ke? Këto perime janë shumë të mira. Shijoj, përse nuk bësh edhe ti vegan? Është gjëja më e madhe në qytet. E pa le të shkojmë. Hop, hop, vezët janë duke pritur. Shko takoni Hermionën. Të shpella, ose aty afër. Çfarë? A duhet vërtet të riparojmë vetëm të gjithë rasën e vezëve? E po, ju jeni dy veta. Po, ke të drejtë, por unë dhe ai, domethënë, unë jam i zënë. Më duhet të gjej aftësinë time mjeshtërore. Kush e di? Ndoshta ajo do të gjej ty. Hej, ky është i gjithë faji jot. Jo.
Do duhen vite për ta rregulluar të gjithë këtë. Jo kur ke inxhinierin më të zgjuar në të gjithë pyllin e gjerë. Një dhelpërak i zgjuar? Unë do të vendos se çfarë duhet të bëjmë dhe ti do bësh pjesën tjetër. Veza qoftë me ju. Në rregull. Tek treshi. 1, 2. Orpington. Çfarë? Hey, ajo quhet vezë. Vërtet. Dhe nga çfarë lloji pulash? Një pul pashkësh? Kjo nuk është një racë. A mund t'i lësh fjalë dhe të më japësh një putër këtu? Ai përforcuesi i energjisë do të ishte mirë tani. Energjia çfarë? Është një superfuqi e lashtë. Duhet t'i besosh dikujt me gjithë zemër dhe bum. Befas je i fortë. Por as Hermiona nuk e di nëse ka funksionuar ndonjëherë. Nese varja. Peshon rreth 58 gram. Mund t'jetë edhe nga një pul brama. Ti e di se çfarë do të thotë fjala puna, apo jo? Unë po punoj. Jam duke menduar. Ndoshta një Leghorn ose Burford Calf. Ti mendon se ata të dy mund të bëjnë një ekip, një dhelpër dhe një lepur? E pamundur. Gjërat që duken të pamundura kanë ndodhur tashmë. Një lepur ka bashkuar forcat me dhelprat për të prishur pashkët. Dhe veza e artë ka humbur magjinë e saj. Tani një dhelpër do duhet të bashkoj forcat me një lepur për të shpëtuar pashkën. Ka më shumë gjasa që unë të kërcej tango me një dhelpër. A mund t'i lësh fjalët dhe të më japësh një putër këtu? Unë nuk mund të punoj kështu. Ju e quani vete një lepur me val goditse dhe nuk mund të rregullosh as një dron të keq? Më duhet ajo gjë deri të dielën e pashkëve të paktën. Mundohu më shumë pra tani. E po, e ja ku jam duke punuar fort. Dhe djalim shkon tek lepujt. Ferdinandi, i vetmi që trashëgoi trurin tim. E kam llastuar kaq shumë. E po, një gjë është e qartë. Ferdinandi është edhe frikacak, edhe tradhtar. Por ne do t'i marrim vezët gjithsesi. Ne do të ndërtojmë shkallët dhe do të ngjitemi drejtë në majtë të malit. Shumë i zgjuar për një lepur. Nuk besoj se ke gozhda të gjata, apo jo? E po, ne kemi gjithçka. Kanë mbetur vetëm 2 ditë nga pashkët. Nuk do t'ja dalim kurrë vetëm me ju të tre. E po mali është shumë i pirët për të veçlit. Ne po punojmë sa më shpejt që mundemi. E po, ti është ki kujdes ti me ta. Trajtojni si bebe. Nuk është habi që nuk ka dhelpra pashkësh. Nëse të gjithë dhelprat janë dembele si ti. Lepur, unë jam duke bërë një ngritje të rënd intelektuale, këtu ndërsa ti e vetëm duke ardhur rrotull me atë shiritin e çuditshëm. Kjo është një dorë elastike. Dhe unë e di se si ta përdor këtë. Po, për të fshirë hundën e rrëshqitshme me të. Dhelpër në malin e pulës! Gerda, mos u shqetëso! E shkreta, vest të fërkuara. Dhe prash në anën tonë. Të paktën kështu thot ai. Emri ti është Ferdinand. Dhe ti? Pa prit një minut. Ju jeni një pule zakonshme mali. Keni ndonjë problem me këtë? Jo, ju bëni vezët më të mira në botë, me një lëvore veçanërisht të fortë. E po, sigurisht që pa. Dhe pse nuk ma tha askush këtë? Vezët tuaja janë absolutisht të nivelit të lartë. Tani mund të filloj punën më në fund. Prisni pak, profesor Pul, ne duhet të punojmë së bashku. Nësi kam nevojë për ndihmë, do të them. Këto e quaj dhelparak të zgjuar unë. Shiko se ngjyrota unë. Ai po mi hip nervat keq. A e dëgjove atë? Unë kjo, unë ajo. Kjo më tingëllon disi e njohur. Çfarë? Mos jetë çmendur gjë.
Çfarë mendon se je duke bërë? Si të duket ty? Po rregulloj drasën e vezëve. Jo. Unë po e rregulloj drasën e vezëve. Unë mendoj se kjo mund të funksionoj. Sigurisht që do të funksionoj. Idetë e mia funksionojnë gjithmonë. Çfarë tipi e? Vetëm fjalë dhe asnjë veprim. Ai mendon se di çdo gjë për gjithçka. Tani pse nuk do të lëvizet? Çfarë? Nuk ka mundësi. Nuk mund ta kesh seriozisht, ë? Thjesht mashtrove dhe gënjeve për të shkatruar vezët tona. Jo, Apo funksionon? Më falni pak. A nuk është kjo një gjë e mrekullueshme me vezë? Veza ime! Gjeli imi! Nuk ka fuqi mjaftueshëm për ta hedhur deri tek batania e kuqe. Shumë punë për inxhinierin e madh, ë? Por mos keni frikë, Maxi lepuri mjeshtër është këtu. Të riqe më fort, ti dhel për e topët. Po e tërheq, more lepur dembel. Të shtym bashk. Kape! Max! Ta shtym bashk! Kjo ishte më e lehtë nga sa mendoja. Në fund të fundit je një dhel për e fortë, Dhe ti je një lebur i zgjuar. Më jep Chelsea të lutem. Faleminderit. Mirë, tani shtrëngoje. Përshtatet në mënyrë të përkryer. Shkëlqyshëm. Atëre po e ndez. Në rregull? Gjithçka në rregull? Shkëlqyeshëm. Një tjetër poshtë kanalit! Mos u shqetësoni, ne vetëm duhet ta shtrëngojmë atë. Në rregull. Provoj edhe një herë. Gerta. Tani bolli fluturuat vezët e mia rrotull. Ne po përpiqemi të shpëtojmë, jo t'i bëjmë omlet. Mirë, rruga e fluturimit është e barabartë me kohën e shpejtësisë së shkarkimit. Përdor instinktin tënd. Hiqi putrat. Ndalo, nuk do punoj nëse nuk e llogarit. Bukur. Po, unë e mirë djema. Hey, çfarë po bani ju të dy? Duket se ka nevojë për një ngritje të vogël. Po funksionon. Shkëlqyeshëm. Kjo duhet të bëj punë. Dëgjoj, thuaj Gertës që mund të nisi t'i lëshoj vezët sapo të marrë sinjalin. Në rregull? Kuptova. Por ai është shumë i rëndë për ne. Ne arritëm të ngrinim bicikletën herën e kaluar apo jo? Është lehtë. Wow, nuk ka mundësi. Përforcuesi i fuqisë. Çfarë është? Kjo gjëja e fuqisë që po të tregoja. Të jep shumë forcë nëse je i gatshëm t'i besosh dikujt me gjithë zemër. Mendoj se po ja dalim. Po, e drejtë. Kjo është arsyeja.
Ishte diçka shumë e mirë për të qenë vërtet. Nuk do t'i heqim kur të gjitha vezët nga mali deri nesër, sepse është thjesht e pamundur. Oh, karota ime ëmbël. Këta kanë luajtur mend çfarë po ndodh? E çuditshme. Shumë e çuditshme. Dhe ju e ndërtuat gjithë këtë vetëm? I vetëm? Koha për të pastruar syzet. Ne jemi një ekip. Sigurisht. Çfarë theti për të kërcyer tango me një dhelpër? Thjesht e pabesueshme. A mund të shkoj përsëri të stërvitem tani? Heja, do të tregoj disa lëvizje të lezetshme. Po. Mund të ma tregosh atë gjë në zhdukjes? Apo është diçka që mund ta bëjnë vetëm lepujt? Nuk është ky problemi që kemi tani. Wow. Doja ti tregoja vezën. Doja që ta shikoja atë Art Ferdinandit. Veza e humbi ngjyrën e saj sepse Leo dhe mamaja ime u bashkuan kundër lepujve. Dhe do të shkëlqej përsëri vetëm nëse shpëtohet Pashka. Dhe pastaj shpresojmë se fuqia e zhdukjes do të funksionojë përsëri. Djema duhet t'i japim forca. Duhet të shpëtojmë Pashkët. Së bashku. Së bashku. Po, së bashku. Çfarë është kjo? Asgjë, është private. Lëre të qetë, mos u bëj kaq nga trestar. Më duhet të shkoj për të vazhduar vëzhgimin në malin Pul. Do të shkoj të marr veglat, në rregull? Jepini pra dhelpra, lëvizni pak më shpejt, më duhen këto gjëra këtë pash. Auç, shtrusar! Bëj kujdes. Alarmi rrem. Do ishte diçka e përsosur, po. Kështu do thoshte Ferdi. Po fiks ashtu. Pra? Nuk ishte as ndonjë mi të vogël që ta piqnin. Mos ndoshta keni më shumë si kjo. E po ne kemi gjithçka. Ruth, ti e dhelpra më e shkëlqyer e pashkëve ndonjëherë. Mund të flesh pak më herët? Dhe gjithçka është e qetë. O mos, ja ku po vinte lashet. Dhelpra po na sulmojnë. Çfarë? Ndim! Dhelpra! Au! O jo! O jo! Çfarë të Po jo, ata po thuaj se kanë arritur majën. Duhet t'i ndalojmë ato. E po shkojmë t'i ndalojmë. Edhe unë, le të shkojmë. O jo, dhelprat! Zoti ma. E gjeta, çanta e bojës.
Hej, miq lepurush, së shpejti lepujt e pashkëve do të jenë histori. Përshëndetje. Bëj kujdes. E kapa, në rregull. O zot, çfarë ngordhalaqësh? Prisni edhe pak, unë do t'ju kap. Vendosni çantën e bojës në shport. Tani! Dhe qëlloni! Mos, ngjituni anash bojës, është e rrëshqitshme. Çfarë je duke bërë? Ja dham goditjen e parë. Dhe qëlloni! Ej! Të kapa! Ej, kjo nuk është e drejtë. Nxitoni, por ngjituni rreth bojës. Bruno, çfarë ke tani? Shikoni. Në rregull, 1-3. Ky nuk është problem për një lepur mjeshtër. Jo, zemër, jemi 2-3. Po thuaj se arritëm, mundohuni deri në maksimum. Po! Më lart, duhet të qellojmë fiksi për tyre. Ferdi, ku ishe ti? Atje! Dhe qelloni! Jepini! Ide e shkëlqyer. Jepini djema, jepini! Atje. Prit ta provoj pak. Ojo! Këtu, kështu është më mirë. Tani është gati. Forca djema! Të gjithë largohuni. Forca garbi! Dhe qëlloni. Pa e madhe pa vjen! Largohuni tani ju hajdut vesësh. Emi. Emi, po vi! Doni të vezju? Ne, do mërni. Pasho! Emi, kapu shpejt. Qëndroni aty, zonjusha lepurushe trime. Hiqeni putrat nga unë. Emi është gjallë! Shpejt, shkojmë ta marrim. Shkojmë, shpejt, nxitoni që të gjithë! Ç'kemi? I me vogël. Lëreni atë të shkoj. Max mos! Shikoni, është lepuri që do t'jetë mjeshtër dhe mësuesit e mi të vjetër. Zoti Fitz, apo jo? Dhe ju nuk keni ndryshuar asnjë grim, zonja Hermione. Me sa duket as ti nuk e ndryshuar. Po, u bë shumë kohë që nuk kemi parë. E po, sikur të mos më kishit përjashtuar atëherë. Ti duhet të shpëtosh pashkën. Lëreni Emin të shkoj me një herë. Unë mund t'ja dal me këta tima. Nesër në mëngjes, sapo të agoj diellin mbi malin pul, fiks në kohë për pashkët, në këmbim me gjithë vezët tuaja të pashkëve. Por ju lutem siguroni që ato të jenë të lyera mirë, kuptuat? Ti ta harrosh se do të ndodhi. Ndalo. Jo, vetëm do të vëshemi në rrezik dhe veten. Nëse më prek një qime të vetme, mikja juaj e vogël e lezetshme do të bëhet ushqim për dhelprat. Pa fuqinë e zhdukjes nuk kemi asnjë mundësi. Ata nuk do ta lëndojnë Emin përsa kohë ne I kemi vezët. Ndaj le të vazhdojmë t'i ngjyrosim. Por të lutem Max, më lër ti mendoj gjërat. Ne do ta gjejmë një mënyrë. Ani atëherë, le të shkojmë të luajmë vezët. Pashkët nuk kanë kaluar ende derisa të përfundojmë. Po ti ku ishe kur filluan sulmet? Kisha diçka për të bërë. A nuk është ajo? Ti ishe në pyll. Sigurisht, me pjesën tjetër të familjes. Jo, po, unë isha në pyll.
Por unë... Tia dhe atyre i den për të ngjitur lart malit me këto gjëra. Jo. Inxhinieri i madh që ka gjithmonë një ide të shkëlqyer në mëng. Por unë, jo... Ata e kapën Emin falteje. Këto nuk janë kurthet e mia. Ti e hodhe atë bombën me boj pikërisht në këmbët e Emit. Çfarë? Mendon se e bëra atë me qëllim? Pse jo? Në fund të fundit je një gjeni. Ke llogaritur gjithçka. Ndoshta që në fillim madje. Je sjell si dhel pra e mirë, zbulove gjithçka dhe më pas ju drejtove mamas për të përgatitur sulmin. Mendon se do të bëja një gjë të tillë? Por ti the, ti besosh dikujt me gjithë zemër, të kujtohet? Mendova se ishim një ekip. Kështu mendova edhe unë, por kam gabuar. Ti e po aq mosbesues sa familja ime. Pra, a është rregulluar droni? Po, sigurisht, është si i ri Pra tani. jeni nisur për këtu? Po, sa po nisemi. E po vazhdo atëherë. Mirë pra. Tani nuk kanë zgjidhje tjetër veç se të dorëzojnë ato vezë. Oh. Faleminderit për këtë. Ferdi, më fal që mendova që... Ha? U tregova shumë kokbosh. Bruno është ullur afër tek dera. Mami është në gjumë. Na duhet një plan që t'i largojmë ata që këtu. Ajo lëpërushe brenda derës më bën të uritur. Nuk është e drejtë. Do i shpërqendroj unë vëllezrit e Dhe unë do të nxjerr Emin që atje. Kurti i Ferdit. Lepur për mëngjes. Shaku ishte një tjetër alarm i rrem. Po, ashtu nëse Ferdi vjen ndonjëherë përsëri këtu, atëherë çfarë? Si guxon ti të vish këtu? Dikush do pendohet keq. Po, do pendohemi, ju të dy. Tani vërtet po friksohem. Në fund të fundit duket se të ham një shlepuri për mëngjes. Wow! Bëj gati pengun, është koha e shfaqjes. Le të shkojmë në pyll. Nuk është fajin. Nuk mund ta kem seriozisht. Në rregull. Ju lutem dëgjoni të gjithë. Leo dhe Dhelpra do t'jenë këtu në çdo moment. Sa po të shohim Emin, ne do të... Të lumë, të bakëm për një lepur qytetit. Respekte. Respekte. Do të përqafoj kudo. E ishim të shqetësuar për ty, Emi. Zoti marrë! Çfarë është ajo? Wow, po fluturoj. Gëzuar Pashkët! Jo. Ata çfarë kërkojnë tani? A nuk do të dorëzohen ndonjëherë këta? Vezët e Pashkëve! Le të shkojmë. Shkojmë. Nxitoni të gjithë.
Të gjitha gati dhe në pritje. Pra, jemi drejt për drejt, Sandy? Po, ne jemi drejt për drejt. Miq lepurush, ju po na ndiqni në një ngjarje vërtet të veçantë. Hey, I kanë dej. Çfarë po pret? Vetëm merruni me ata lepurush të veçel. Mirë, kapni ato lepuj pashkë. Nxitoni. Qëndro ti ku je? Gati! E po, më në fund. Ne duhet ta ndalojmë atë. Të gjithë, kapni nga një anë. Eja këtu ti lepuruse! Emi, lëshoja atë, mami. Është duku ti, kjo nuk është puna jote. Andi, shko ndihmo të tjerë tani. Bëj kujdes, Andi! Çfarë do bëni ju? Au! Eja tuti! Lëvizje atje lart, nxito. Shpejt, te furra! Po! Më kap nëse mundesh! Kjo është më e mira që mund të bësh? Ta tregoj unë, do të kap tani! Unë kam për të kapur! Djalosh, mos e lër të iki kështu! Nim, të shkoj! Si është puna? Nuk e pa kur një pull me sjellje luftërake më parë. Jam duke ardhur! Emi, gjiku lart! Shpejt, vendos atje! Andi! Tani, të riqe! Gëzuar pashkët! Duhet të kesh sër nga vekja. Andi, kap atë gjën! Atë që ka leu në putra! Kemi nevoj për telekomand. E bëj unë këtë. E jep mua tani këto gjëra! Hej! Lëshoj! Shpejt, jam të mirë! Lëshoj pra ngordalaq! Ej, faleminderit. Çmendur që? Hej, po ku jo shkon ai? Hej! Kasullja jonë është andej! Ai është drejtimi I gabuar! Jo, jam shumë në rregull. Këtë është rruga për tek surpriza e madhe dhe keqe e pashkëve. Ai po shkon drejt vezës së art. Pas ti. Pashka është shumë jashtë modë. Këtë vit është koha për diçka shumë më të hatashme. Ne do të thyejmë vezët me stilin e lepurit të valës së goditjes. jo! Qëndroni mapa! Që atia prej gjami nuk do të vajtot! A ke besim tek unë? Koha e shfaqjes. Me gjithë zemra tona. Jo, Emi! Së bashku! Së bashku! Wow! Shusi fuqis! Nëse me gjithë zemër beson, do të fitosh një forcë që të veçon. On mund të jem një pol, po tani mu bë mishi kokër. Kjo s'mund të ndodh. Jo! Jo! Mrekullia po ndodh për lepujt e pashkës. Më në fund veza e art. Shiko e pak se si po shkëlqen tani Fredi. Wow! Wow! Sa bukur!
Së bashku ju zbuluat një fuqi të lashtë dhe rizgjuat magjinë e pashkëve, duke ka përcyer gjithçka që mund të na ndajë. Ajo që keni bërë është vërtet mjeshtërore. Mjeshtërore? A do të thot kjo? Se dhe ti tani je një lepur mjeshtër? Po, sigurisht. Ha? Po! Lepur mjeshtër! Ja ku janë të veçlit e mirosë. Hej, mami, shiko se kë kemi këtu. Ndalo, nuk I dua në supën time. Vera është këtej. Djali që u përpoq të thyen dhe bezët e mia të vogla. Zhduku! Mirë, Ti pra, s'ke mirë. mend mes atyre veshëve të lepurit. Kjo është një zonë ku ti nuk fluturon dot tani e tutje. Ja të mirë. Por ata nuk do kuptojnë nëse marrim vetëm një apo jo. As mos e çoni në përmend. Vezët tona të pashkëve do e mbushin jetën e fëmijëve me gëzim dhe magji, këtë vit dhe çdo vit. Gëzuar Pashkët për të gjithë ju. Gëzuar Pashkët! Gëzuar Pashkët! Ferdinand, besoj se ti do të shoqërosh miqtë e tu të rinj në qytet. Hermion! E dija, Ferdi! E dija gjithmonë që ti ishe I veçantë. Dhe mami do të vijë me ty gjithashtu. Këtë do ta mendojmë për vitin tjetër. Eja, Ferdi, le të shkojmë. Oh! Zhdukja! Fuqia e zhdukjes po funksionon përsëri. Unë gjeta një tjetër. O, sa e bukur! Shikoj edhe një këtu. Babi, mendoj se I gjeta të gjitha. Kjo është e shkëlqyeshme, zemra. Jam. Wow! Bukur. Hej, çfarë është ajo? Ku e gjeta atë? Çfarë është duke ndodhur këtu? Seriozisht? Nuk mund ta besoj. Motori im I dashur. Lepët e pashkëve. Hey, Max! Mere, është për ty. Faleminderit. Hej, a pranoni akoma antar të rinj në grupin tuaj? E po, si mendon? Sigurisht që po. Njësoj si vezët, sa më shumë ngjyra të kenë, Aq më mirë. ja ku e ke. Faleminderit. Let's color the world, ablazing with color. Happy Easter, everybody. Let's make it shine just like a rainbow. Together we will let the world know. Let's color the world, ablazing with color. Let's color the world, ablazing with color. Let's color the world. We are kind of different, but still we are the same. It's great to have you in my life. Without you it would be lame. If we completely trust each other, magic is on its way. Powers are boosted, the world gets colored. We head into a brighter day. Come on, everybody, clap your paws and toes. Foxes and rabbits, hey ho, here we go. Ablazing with color, spread all the joy to one another. Let's make it shine just like a rainbow. Together we will let the world glow. Let's color the world, ablazing with color. Happy Easter, everybody. Let's make it shine just like a rainbow. Together we will let the world glow. Let's color the world.
We are from different worlds. Tell me all about your roots. We try to understand each other and learn to walk in each other's boots. We can learn from another. We can grow, we can thrive. Together we shine in the brightest color, like in supernova light. Come on, everybody, clap your paws and toes. Foxes and rabbits, hey ho, here we go. Blazing with color, spread all the joy to